Nuk është rasti që sa herë nxehet situata politike në Shqipëri, lëvizja bash zhduket nga ekranet televizive. Edhe sonte, si thuajse çdo mbrëmje, në emisionet politike të mbrëmjes kishte të ftuar përfaqësues të gjitha partive, dramatike e komike, të mëdha ose të vogla. I vetmi zë që mungonte ishte lëvizja bashk. Edhe më groteske ishte situata në emisionin Opinion të TV Klanit, ku drejtuesi i atij emisioni, pa kurfare etike gazetareske dhe me mllefin i një adoleshenti, kishte përborë të përmendte protestën e çdo partie, qoftë edhe me 10 vet, dhe protestën më të rëndësishme, më masive që është bërë këto kohë. Nga lëvizja bashk nuk guxoi ta përmendte. Në kjo situatë ka logjikën e vet perverse. Të gjithë e dinë se e vetmja parti që nuk kërkon thjesht të zëvendësoj kuzhinieri në kuzhinë e korrupsion, po ta mbyll përfundimisht këtë kuzhinë të qelbur, është lëvizja bashk. Nga kjo kuzhinë janë ushqyer me miliarda, jo vetëm oligarkët e televizioneve, po edhe pseudo-gazetarët që e kanë shitur shpirtin shejtanit me kohë. Në këto kushte, mbështetja çdo qytetarit ndershëm është jetike për ne. Prandaj u ftoj të gjithëve që ta përhapim sa më shumë lajmin për protestën e nesërme, madje të sotme, se ka ardhur e ejmpja, në orën 18 përpara Kuvendit të Shqipërisë. Kërkojmë një zëri, shkarkimin e Edi Ramës, shkarkimin e Belinda Ballukut. Korrupsioni është si bari i keq, duhet shkulur me rrënjë.